Super ofertë, zbritje çmimesh nga 10 deri në 70%. Këto janë disa nga shifrat që ne shohim çdo ditë në dyert e dyqaneve, veçanërisht në ditët festive ku edhe dëshira për blerje është më e madhe. Por sa reale janë ofertat e çmimeve të produkteve të ndryshme. Përfaqësues të zyrave për mbrojtjen e konsumatorit për mikrofonin e Channel One shprehen se situata në realitet është krejt ndryshe. Sipas tyre, edhe pse në dyqan shkruan zbritje, konsumatori e blen produktin shtrenjtë pasi nuk njeh çmimin bazë të produktit që blen dhe joshet nga reklama. Në Shqipëri fenomeni ndodh pothuajse ndryshe dhe ne atë duhet prekim pikërisht për të evidentuar, për të identifikuar dhe për të parë këto mënyra të cilat transmetohen në mënyra dhe forma të ndryshme, prekin ndërgjegjjen e konsumatorit, në një farë mënyrë spekulojnë me ndërgjegjjen e konsumatorit, e çorientojnë konsumatorin dhe si e tillë nëpërmjet spekulimit me çmimin, konsumatori shumë herë bie viktimë e këtyre elementeve. Të gjitha këto janë praktika të padrejta ndaj konsumatorit dhe janë praktika të cilat konsumatori ka të drejtën për t'u ankimuar për këtë gjë. Kështu që unë do të thoja që përpara se të shohin një publicitet, të marrin një informacion dhe të jenë sa të mirë informuar për mallin apo për produktin që duan të blejnë, këtë duhet të kuptojnë qytetarët, që rëndon xhepat e tyre. Për drejtoreshën e tregut të brendshëm, Klotilda Neziri, mbetet problem mungesa e informimit të konsumatorit shqiptar që vërtetohet më së miri me mungesën e ankesave si dhe me mosmarrjen e kuponit tatimor që shërben si pasaportë e konsumatorit për të bërë ankesën. Shpesh herë ne jemi shumë indiferentë ndaj atij kuponit tatimor. Pa e kuptuar që ai kupon tatimor është shumë i rëndësishëm. Është mbrojtja e tyre, është ajo pasaporta, domethënë, për të bërë ankesën. Sepse ai vërteton që ti ke bler një mall me vlerë dhe vendin ku e bler. Kështu që ky kupon tatimor, kur ne shpesh themi lëre se nuk e dua, zakonisht kështu ndodh, dhe kur ai tregtar nuk ta jep kuponin tatimor, merre, kërkoj, është e drejta jote, është edhe e drejtë nesër për mallin të cilën ty nuk do ta kthesh apo nuk të pëlqen. Edhe vetë qytetarët shprehen dyshues në uljen reale të çmimeve, duke theksuar se edhe pse mund të ketë zbritje, ato s'janë në përqindjen e reklamuar. Besoni në uljet që bëhen për fund vit? Po thuj se janë të njëjta, ka dhe ku i kanë ngritur. Tash ishim duke bërë një blerje dhe nuk është se ishin shumë në ulje. Ajo ishte fakultative, duket sikur ulen, por në fakt janë në vend. Besoj se jo, nuk janë shumë të vërteta. Sipas legjislacionit shqiptar, dy janë elementët që përcaktojnë çmimin e tregut, kërkesa dhe oferta. Kur kërkesa është e madhe dhe oferta i përgjigjet kërkesës, kemi një konkurrueshmëri brenda çmimeve të tregut, çka nuk lejon spekulimin me çmimet, por për këtë duhet bashkëpunimi të gjitha strukturave me qëllim mbrojtjen e konsumatorit.